Shigjetar, kjo video është për ty. Përshëndetje, unë jam Tesi dhe sot do kanalizoj një guiç shpirtërore për shenjën e shigjetarit për energjinë kolektive të vitit 2026. Mos harroni që kjo është një guid e përgjithshme, nuk aplikohet për secilin prej jush. Nëse doni një guid të personalizuar, mund të më shkruani në mesazhe private. Nëse doni të suportoni punën time, keni një link në bio. Para se të vazhdoj me interpretimin e letrave, kam një mesazh të shkurtër për t'ju thënë se nuk rri dot pa e thënë se na çmendët. Ndryshe nga shenja që kam kanalizuar deri më tani, që kanë qenë vërtet shumë të lodhur, vërtet shumë të mbytur, të ngarkuar, ju nuk e keni këtë ngarkesë. Pavarësisht se ju keni kaluar gjëra shumë të rënda, por mënyra se si ju e keni menaxhuar çdo gjë që ju ka ndodhur, apo mindseti, mendësia që ju keni, juve ju ndihmon shumë që ta përjetoni më lehtëshëm dhe ta kaloni më shpejt gjën. Por më vjen një inat i madh me ju. Jeni aq të hutuar, çoni potencialin tuaj dëm, i anashkaloni gjërat aq shumë, i lini ndonjëherë gjërat të ngarkohen atje kështu në bodrumin e shtëpisë, po flas metaforikisht tani. Bodrumi i shtëpisë është si thua ajo skuta më e largët e subkonsciencës tuaj, ku ju i mbysni gjithë gjërat aty, i zbrazni gjithë gjërat aty dhe në pamje të parë duket sikur ju jeni të qetë, çdo gjë është okay, por fakt nuk është ashtu, sepse ka një konflikt të vazhdueshëm brenda jush që ju bën dembel, që ju bën, e thash dhe më përpara, të humni potencialin tuaj, apo e lini talentin tuaj të shkojë dëm, nuk i shikoni oportunitetet që vijnë, jeni bër çaramam. E më falni për fjalorin, po si të qeni vudër në një energji të dhjerë që mu ju vjen energjetikisht, ju kap, t'ju shpun, t'ju fusja dy shpullat të mira, edhe një shjel, edhe t'u sjell me këmbë në tokë. Ju jeni gjokeri i zodiakut. Ku është energjia juaj? Ku është ai zjarri juaj? Ku është ajo gjëja e veçantë e juaj? Ku është ajo gjë që ju bën ju unik? Pse e keni fikur këtë energji unike tuajën? Këtë vit duhet të lidheni se zbën me këtë energji, sepse do vazhdoni të jetoni në një realitet ku nuk jeni rahat me veten tuaj, nuk jeni rahat as me botën dhe as me gjërat që vijnë drejt jush. Këtë vit do ju thoja, bëni një reflektim të thellë se ku po lini energjinë tuaj të rrjedhi, ku po lini energjinë tuaj të shkoj dëm, dhe ku nuk keni duke i marrë oportunitetet e jetës dhe ku keni stopuar së shijuar jetën. Reflektimi është shumë nevojshëm për ju, sepse realisht pretendoja t'ju gjeja me një energji shumë hyped, jeni s'ka gjë, varja këtu, varja atje, kështu ikën jeta. Merrni në kontroll jetën tuaj, po jo për një gjë. Po ky viti do jetë një super vit për ju. Qëse ju vazhdoni me këtë energjinë e dhjerë, më vjen keq, por nuk do jetë super vit për ju. Ama energjia është aq e hapur për ju. Është shumë e hapur fillime të reja. Shumë për jush njerë do gjejnë dashurinë e jetës, atë dashurinë që do plaken. Shumë të tjerë do fillojnë një punë të re, atë punën e ëndrave, apo atë punën që lidhet me pasionin. Shumë të tjerë do lindin një fëmijë ose do ngelin shtatzan. Që të dyja këto letrat kanë të bëjnë me shtatzani, kanë të bëjnë me ardhjen e një fëmije në jetë. Domethënë, ju që jeni të martuar, apo ndoshta edhe që s'jeni do martoheni, se do merrni vesh që prisni një fëmijë, jam shumë e lumtur për ju, familja juaj do shtohet, do ketë arsye për të gëzuar, do ketë arsye për të festuar. Shumë për jush do nisin të udhtojnë përsëri dhe duke udhtuar do jepni mundësinë vetes të lidheni me atë pasionin, me atë jokerin brenda jush, me atë energjinë si thua lozonjare, me atë energjinë që e shijon jetën në maksimum. Disa të tjerë do nisin një projekt të ri që mund të ndodhi që thjesht një ditë të bukur zgjohen dhe vendosin të ndjekin intuitën edhe, si të thuash, një ëndër të vjetër të lënë në sirtar, dhe do e bëjnë thjesht kështu për qef, hajta provoj një herë, po
pa ndonjë mendim të madh që kjo gjëja do ketë sukses, dhe çështja është që kjo gjëja do ketë shumë sukses, dhe suksesi di pse do vi sepse kjo gjëja, ky projekti që ju do bëni, kjo iniciativa e re që ju do ndërmerrni, është në një vit të drejtë me shpirtin dhe zemrën tuaj, dhe çdo gjë që është në një vit të drejtë me shpirtin dhe zemrën nuk ka se si të mos ketë sukses, por ama ju duhet të punoni për këtë gjë. Ju duhet ta largoni këtë energjinë varja. Nuk duhet jetë fare në fjalorin tuaj këtë vit, po ju them literalisht, momentalisht jeni këtu. Keni një konflikt të brendshëm që nuk po jepni drejtim sepse nuk e adresoni kur dhe nuk e pranoni. Duhet ta pranoni që ka diçka që nuk shkon dhe të jeni të hapur për gjërat e reja që do vinë. Domethënë nuk e di a ka karta më pozitive se këto. Fokusi juaj do jetë emocionet dhe pasioni juaj, domethënë uji dhe zjarri, të gjeni një balancë midis këtyre dyjave dhe të ecni përpara, do ecni para në botë, keni rrugëtime për të bërë. Emocionet e juaja do jenë të balancuara që do shkaktoj qartësi, do dini se çfarë do bëni, do dini se çfarë ku duhet të fokusoheni, domethënë gjëra shumë të mira për ju këtë vit. Por ju duhet të adresoni atë sikletin e tuaj të brendshëm që e shmangni, keni kaq kohë që e shmangni, sepse jeni të shpërqendruar tërkohës, bile s'keni përbosh të shpikni 10 gjëra, vetëm që mos përballeni me atë gjë që duhet përballeni. Kjo energji duhet të stopoj sepse gjitha oportunitetet pasaj që duhet vinin drejt jush nuk vinë, dhe momentalisht jeni duke bllokuar oportunitetet të reja që t'ju mundsoj një jetë më të kënaqshme, më të përmbushur, më të begat, apo plot edhe me prosperitet dhe begati. Parat nuk do ju mungojnë, aventurat nuk do ju mungojnë, gjërat e mira nuk do ju mungojnë. Universi do ju ofroj atë kupën e re, unë i them ajo kupa që vetëm derdhet. Domethënë, lëshojeni energjinë tuaj, mos urrini më të bllokuar dhe vetëm gjëra të mira do vinë realisht. Nuk është se po ju bllokon diçka, energjia është shumë e hapur. Ky vit është në favorin tuaj. Kështu ndihet energjia juaj. Po sigurisht ju duhet të bëni punën me veten tuaj. Do ndërtoni një botë të re. Ky vit, qëllimi juaj duhet të jetë të jepni frymë një bote të re, një realiteti të ri. Dhe ju e ndjeni në çdo qelisë tuaj këtë gjë, sepse ka filluar të ndodhi, nuk është se thjesht do ndodh në të ardhmen. Ky ndryshim ndodh çdo ditë, pak nga pak. Por vazhdoni besoni tek intuita juaj, vazhdoni besoni tek kjo bota e re, ky realiteti i ri që do lindi, që do jenë, unë ja thash dhe më përpara, që do jenë projekte të reja, punë të reja, fëmijë, një familje e re, biznese të reja, do jenë udhëtime, aventura të reja, domethënë ky vit është vetëm për gjëra të reja për ju. Po ju duhet ta përqafoni këtë energji dhe të rridhni bashkë me të kujtoni vetes se kush jeni dhe të ktheheni në origjinën tuaj. Kthehuni tek gjëja juaj, e egër tek zjarri juaj. Jo më kot jam veshur me këtë këmishën dhe kam përdorur elementin e së kuqes. Lidhuni me zjarrin, atë që ju bën juve ju. Pjesa tjetër, duhet të ndryshoni perspektivën, mënyrën se si e shikoni jetën, si shikoni gjërat, distancohuni pak dhe shikojeni veten tuaj, emocionet e tuaja në një këndvështrim të ri. Ky këndvështrim i ri do ju sjellë perspektiva të reja dhe kështu nga hiçi do ju hapen rrugë të reja, sepse ju do i shikoni jetën tuaj me sy të freskët apo në një formë të re që s'kishit parë më përpara. Merrni pak kohë për të reflektuar me veten, ose më do thoja fakt merrni shumë kohë për të reflektuar me veten tuaj. Trust the timing. Duhet të lidheni me intuitën tuaj, duhet të lidheni me konfidencën tuaj, duhet të besoni tek një energji më e madhe se sa thjesht ju, të besoni tek ëngjëjt e juaj mbrojtës, të besoni te Zoti, te universi, apo te vetja juaj hyjnore, apo qoftë edhe tek shpirti juaj. Besojeni atë dallk të jetës që vjen për t'ju marrë, apo që do vit t'ju marrë këtë vit,
për t'ju çuar në realitetin tuaj të ri, në një realitet të begat, plot me harmoni, plot me dashuri. Do ketë shumë dashuri për ju këtë vit, domethënë thjesht mos e lini këtë vit të shkojë dëm, po përshafojeni këtë energji dhe besoni që çdo gjë ndodh për një arsye dhe çdo gjë ndodh në kohën e duhur. Dhe mesazhi i fundit që shpirti juaj ka për ju është: Jasigi, live out loud. Filloni bëni qef. Filloni jini vetvetja shigjetare. Nuk keni asnjë rëndes. Rëndesa e vetme është se ju nuk përballeni me atë kleçkën e vogël që është brenda jush dhe ju pengon. Është thjesht një gur i vogël, në mënyrë metaforike, që ju pengon të rrjedhi gjithë ai bollok. Gjithë bollëku nuk ka të bëjë vetëm me ekonomin, ka të bëjë me çdo eksperiencë në jetën tuaj, ka të bëjë me dashurinë, ka të bëjë me shëndetin e mirë, ka të bëjë me çdo gjë. Ju lutem, mos na lodhni, por shkoni jetoni jetën tuaj më të mirë, se shqyqur Zotit jeni të favorizuar, nuk jeni shumë të ngarkuar, edhe mos bëni shumë llafe. Ju lutem, ky është viti që ju filloni përsëri bëni qef siç dini ju të bëni. Shkojeni atë biletën, prijeni atë biletën për të bërë qef, për të udhëtuar apo për të vizituar një vend të largët, sepse çdo aventurë që ju merrni, çdo iniciativë e re që ju merrni këtë vit do jetë në favorin tuaj dhe do ju shërbej për të bërë reflektime shumë të thella dhe për të njohur veten në një nivel akoma dhe më të thellë. Filloni jetoni dhe mos na lodhni tepër. Unë ju përshëndes dhe ju uroj një vit të mbar dhe ju kam pak zili, do thoja, për mirë sigurisht, ju kam pak zili për gjërat e mira që do vinë për ju, dhe kur t'ju shoh ju shigjetarët që do i gëzoni këto gjërat e mira, do gëzoj dhe do kërcej dhe unë bashkë me ju. Paçim!